Ju tham para 3 viteve që 3 vite kalojnë shumë shpejt dhe ja ku jemi. Po nxjerrim edhe një brez tjetër. Të gjithë ka më duke si foton e energjie Zushperla. Kanë rezultate të larta në këtë moment. Kanë frekuenca të larta. Ju duhet ta shpjegoj pak me termat e fizikës duke thënë që të më fali të gjithë ju dua, të paktën për secili prej jush u kam qenë të paktën një vit mësuese e fizikës, por për klasën 12 unë kam qenë 3 vite mësuese e fizikës. Edhe më duket sikur grimcat me energji më të lartë i morën dhe i përqendruan në atë reaktorin bërtamor, në atë klasën e inteligjencës artificiale. Ata që kishin energji më të lartë, energji pozitive, duke përshkruar trajektore të ndryshme, dhe ne i përqendruam aty në një pikë, krijuam një sistem të mbyllur, dhe u morëm vetë me hallet tona, nuk lam njëri fare në ndërhynte. Udhëtuam të gjithë me të njëjtin fitim dhe erdhëm sot në të njëjtën vendosje, me të njëjta koordinata. Shërbimi është zhvilluar si një eksperiment veçar, ku u mora kampionit. Kampionit ishin ju. Ndërtova pritshmërit dhe nga dita në ditë jemi duke marrë rezultatet e punës tonë. Në klasën time kisha fushë magnetike të fuqishme. Kisha potenciale me energji kinetike që lëviznin nga katën 2 me katën e 3 me nga shkallët e pasme. Prit se atje kisha edhe ligjin e 2 të Newtonit që ju thosha. E kam të vështirë ta shpjegoj. Po ligji i 2 të Newtonit Armel është feja